testueshme të performancës së kryeministit në Washington, mbrojtjen e UÇK-s dhe tashimthashet. Risi këtu nuk është armiqësia e Sali Berishës me UÇK-n, që për vitet 1995, kur filloi të shërbiste forcat e FARC në periferi të Tiranës, dhe deri kur njerëzit e shërbimeve të tija sekrete ndiqnin tashimthashen në Tiranë, Sali Berisha kur nuk konhoi pse do të heronjt e luftës në Kosovë. Ai e donte Kosovën të varur, në mos prej Serbisë, të paktën prej tij. Ndaj fillimisht rrugova dhe më pas ndërkombëtarët në Prishtinë shpallën atë non grata në Kosovë përpara se ai të shpallej non grata në Washington dhe Londër. Por reagimi frustruar sot tregon se Sali Berisha ka një hall tjetër që nuk është patriotik, është juridik, është gjyqësor, është penal dhe në fund, sigurisht, është edhe politik. Ndërsa klauni i tij, Gazmend Bardhi, tentoi të tërhiqte vëmendjen me idiotësira, duke shunzuar një vepër penale me 9 dënime me burg, duke vënë në gojë prokurorëve ëndra me të fortë që Liburgje që kush e di se si ja ngacmoi fantazinë e tij çoroditur hormonale, Sali Berisha e kishte një sy e një vesh në gjykatën speciale, aty ku avokatët e tij, të dhëndrit dhe disa ndërtuesve të familjes po thonin fjalën e fundit. Procesi i kompleksit Partizani e vë përballë atë me akuzën e shpërdorimit të detyrës me qëllim përfitime direkte të familjarëve të tij të afërt. Thuhet që kjo dosje është kaq mirë kopsitur nga ana profesionale nga prokurori Arben Kraja, sa do të jetuese e pamundur që gjykatësia, edhe po të jetë totalisht dhe politikisht e dashuruar me doktorin, do ta ketë shumë vështirë që të mos shohë shkeljet e rënda penale që nga emërimet, ligjet, shpronësimet dhe deri tek VKM-t me firmën e tij. Dikush mund thotë, për të hallit dhëndrit për veten e tij edhe sikur vetë gjendet fajtor, Sali Berishës nuk do të hiqet liria. E vërtet. Por ka një gjë që atij do t'i hiqet, pa të drejtë kthimi. Liria për t'u zgjedhur dhe për të qenë aktiv në politikë. Në rast se Sali Berisha do të gjendet fajtor, edhe në gjykatë apelit, atij mund të ndërpritet menjëherë imuniteti i deputetit, por dhe mandati i tij. Për herë të parë që për vitin 1990, kur u fut në politikë nga dera e Remizalis, në këtë rast Sali Berishës do t'i duhet të dalë prej saj nga dera e gjykatës. Sigurisht kjo jo domosdoshmërisht do ta largonte atë nga zyra e Partisë Demokratike, por qëndrimi i tij aty do të bëhet thuajse pas një vlerë, pasi loja vërtet dihet, bëhet në parlament. Edi Rama kujton edhe sot e kësaj dite vitet 2005-2009, kur i duhej sforco e madhe të kontrollonte deputetët nga zyra e tij në bashki, ndërsa vetë Sali Berisha, në 11 muaj rreth shtëpie, pati lartësoi hija e flamurnokës në Selim Blu, aq sa në fund të impononte doktorit edhe listën e tij të kandidatëve për deputet. Por e vetëm kaq. Pa imunitet e pa pushtet, Sali Berisha do të ishte një foshnjë e vogël dhe e plagur dhe e pafuqishme, vulnerabël vetë dhe familjarisht ndaj çdo puhize të vagët e timesh që do të frynte nga SPAK. Ja përse është i frustruar Sali Berisha dhe ja për çfarë do të flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rrjedhësor me mua. Sonte në program janë avokat Edmond Petraj, mirëmbrëma Petraj. Mirëmbrëma. Avokati Tait Beshi, mirëmbrëma avokat. Mirëmbrëma. Ervin Leka, gazetari ynë që e ndjek procesin në gjykatën speciale, mirëmbrëma Ervin, dhe Frok Çupi. Mirëmbrëma Frok. Mirëmbrëma. Ne si gjithmonë. Sigurisht tu ka aspektin politik, ka dhe aspektin juridik. Po fillimisht do doja të flisnim pak për gjyqin, pasi Ervin për shkak të zallamajisë më shumë politike se sa juridike të çështës Balluku, pak veta u morën dje me mbyllje në argumentave mbrojtës të pandehurve në procesin e ish kompleksit Partizani, që duhet të thënë është procesi i parë serioz që ka filluar të gjykohet dhe është një fazë temi deri diku goxha të avancuar, po jo. Do jetë mbrojtja, pastaj do jetë pretenca dhe në fund pritet e vendimi pjesë avokatëve për shkak të manovrave që gjendeshin si për kërkesat për të përjashtuar edhe gjyqtaren paraprake, pra të Irena Gjokës, por edhe kërkesat të tjera që vazhdimisht vinin, pra kemi pasur një proces për 7 muaj deri në kalimin për gjykim që u bë pra me 19 maj të vitit 2025 dhe tash më faza Në kohë qoftë thirrja kërkesa për thirrur Edi Ramën, qoftë thirrjet e djeshme për akuzat e djeshme në Zoti Maltezi që gjyqi është një proces politik e quajtur. Sigurisht përpjekja është që ta fusin në një hulli politike procesin. Pra sigurisht për ta paragjykuar, për të provokuar një tjetër temë një ngjyrë të procesit, cilin vetvete ka një aferë të fortë korruptive. Kërkojnë të rrëzojnë provat ata, kërkojnë të rrëzojnë hetimin paraprak në këtë pikë. Sepse ata vërtet mund ta kërkojnë Edi Ramën, po normalisht e çmon prokurori që është nevojshëm apo jo. Dhe gjykata
e pyet gjithmonë prokurorin në raste të tilla dhe Po vendime që gjykatës në fund. patjetër, dhe nëse gjykata në momentin që e pyet prokurorin dhe prokurori thotë që nuk është e nevojshme, atë listë dëshmimtarësh thotë 1, 2, 3 për shembull i pranon, të tjerët si pranon. Pra, është gjithmonë një kërkesë për të futur në spirale gjithë procesin dhe kam përshtypjen që hetimet e dosjes Partizani nuk janë bërë dhe shumë të plotë, sepse elementi truallit në atë dosje lë shumë për të dëshiruar, origjina e truallit. Dhe nëse këta nuk kanë marrë dosjet e arkivave italiane, gjithçka për atë truall, flas për pjesën maltezi, ka shumë probleme, sepse ekzistojnë 2 VKM të qeverisë partizanëve të Italisë dhe qeverisë Hoxhës. I gjykatës. Pra me gjas, ky do të jetë procesi parë, temi me fokus korrupsionin dhe politikën nga drejtësia e re. Sigurisht patëm pra. I madh, kuptohet, edhe mega proces po flas. Patëm me 23 shkurte dhe parashtrimet përfundimtare, pra që kanë bërë edhe pjesa e të pandehur në këtë proces, duke nisur që nga Sali Berisha që ka bërë pra edhe javët më parë që ka bërë parashtrimet përfundimtare, por kemi pasur edhe Jamarbër Maltezin, pra dhëndrin e tij që ka përfunduar këto parashtrime pra përsa i përket paraqitjes së kërkesës, por janë bërë edhe disa kërkesa në fakt përsa i përket thirrjes së disa dëshmitarëve, të paktën sipas pretendimeve të tyre që janë të përfshirë në këtë dhe kjo situatë pra solli pavarësisht se u përmbyllën të parashtrime, solli që të kërkoi kohë edhe prokurori çështjes Arben Kraja për të shprehur pra në një seancë të dytë pra që pritet pra të zhvillohet për sa i përket tyre. Fillim të marsit apo jo? Pikërisht pra vendosur edhe data 6 mars për sa i përket edhe seancës tjetër që pritet të mbahet në gjykatën e posaçme për të bërë edhe kundërshtimet si të mbrojtjes, por edhe për të dhënë një vendim pra për sa i përket prokurorit, një qëndrim të tij nëse këta dëshmitar duhet apo jo, dhe më pas do të jetë gjykata. Një nga dëshmitarët që është thirrur është edhe kryeministri Edi Rama në cilësinë e kryetarit të Bashkisë Paktën nga pala mbrojtëse e Sali Berishës, në fakt nga avokati i tij gjatë seancës. Po si ndodh, kur e thret miratohet nga gjykata etj. Pikërisht, pra kjo është pjesa e kërkesës që kanë bërë avokatët mbrojtës, tashmë do të shpreh qëndrimin edhe prokuroria, ndërsa më pas do të jetë gjykata që do të vendosë nëse do t'i pranoj apo jo edhe kërkesat e bërë, por edhe sigurisht do të kemi edhe kundërshtime që do të bëjë prokurori Arben Kraja, sigurisht për pjesën e parashtrimeve që janë bërë nga gjithë të pandehur duke nisur nga Berisha në fillim dhe Jamarbër Maltezi që e pati pra me datën 23 shkurt. Sigurisht ka qenë një proces i gjatë për shkak se dosja Partizani, hetimet janë mbyllur që në shtator të vitit 2024, kemi pasur një shtyrje gati për 7 muaj deri në kalimin për gjykim të kësaj për shkak të